nënë dhe vështërsive përsa i përket zgjedhjes së presidentit të Republikës, jashta kontekstit dhe zhvillimeve që ka ndodhur në vitin 2025. Sepse ne kemi pasur një vit të humbur në kuptimin e pamundësimit për të materializuar rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit, në përpjekjen e nënë për të krijuar institucione dhe një lloj barikadimi opozitar përkundër fituesit të zgjedhjeve, me refuzim për koalicione të LDK-s në rastin konkret e pengim të konstituimit të kuvendit nga ana tjetër ose pjesa tjetër e opozitës, por përshtypja ka qenë sepse edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë të evitueshme dhe të panevojshme. Ne vërtet kemi shtu rezultatin e të kemi të kaluar dhe vetën edhe në raport me dy ministënitën, por ama kanë qenë zgjedhje të panevojshme. Pas një problem, unë mendoj që nga më në shkurtë i vitit kaluar, ne kemi pasur mundësi që të kemi institucione edhe të ecin tutje. Por pozicionimet e partive politike kundrejt njëra tjetrës dhe një lloj pamundësie për të dakorduar të paktën për disa fusha të cilat e tejkalojnë edhe vetë partinë politike, por na tejkalojnë mbas edhe në kuptimin e mandatit, se më afatgjatë, janë përtej një mandati 4 vjeçar. Këtu fillon le të themi të shpjegohet pse këtu vështirësi për të zgjedhur presidentin e Republikës. Unë besoj që lëvizja vendosje ka qenë pala vetme e interesuar që ne të kemi president në këtë proces. Dikush mund ta interpretoj edhe për shkak të fitores së madhe të 28 dhjetorit, edhe të nevojës për qeverisje stabile të garantuar të një mandat 4 vjeçar. Jo, nuk është ashtu. Por nëse pozicionimi i partive tjera politike në kontekst krejt të kalkulimit të ngushtë elektoral, në kontekst krejtësisht të kalkulimit të ngushtë elektoral, është për ta vështirësuar, për të goditje qeverisë nëpërmjet procesit të presidentit, këtu vështirësohet pastaj. Prandaj ne kemi besuar që pas 28 dhjetorit ka reflektim te secila palë mbi atë çfarë ka ndodhur në vitin 2025. Dhe deri më tani, në këto 30 ditë sa janë bërë, domethënë se nga momenti i certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, domethënë prej 9 shkurtit, respektivisht prej 11-it të kur u konstituu kuvendi, duket që ka ndryshuar vetëm diskursi publik, vetëm sjellja, vetëm komunikimi, nevoja për të dukur sikur po përpiqemi e po provojmë e jemi të interesuar, por nuk ka ndryshuar asgjë prej skemës së njëjtë të pozicionimeve. Dibra, po. Dhe për lëvizjen në vetëvendosje dhe anëtarët e saj që janë së të pranishëm, dhe janë në disa çështje dhe disa pyetje që duhen me ushtru, edhe unë besoj që në mas madhe edhe qytetarët e kanë këtë lloj shqetësimi. Si përmbledhje e fundme e situatës, më thënë si lloj konkluze asaj që po ndodh, i gjithë spektri politik e më shumë lëvizja vetëvendosje, sepse ka më shumë pushtet e përgjegjësi e i takon bara për me gjetë një zgjidhje, flasin për atë se si duhet bëhet zgjidhja. Pra, sipas tyre, qëllimi është zgjidhja. Ama me krejt veprimet që ndodhin tash një vit u kalu tashmë një vit për 9 shkurtit, të gjitha veprimet janë në orientim të krizës, jo të zgjidhjes. Më thonë prej asaj që Adnani po përmend që ka ndodhur në 2025. Tash lëvizja vetëvendosje dhe përfaqësues të saj, unë problemin e kam që duket që si më thonë, vendosin 2 kapela varësisht se çfarë interpretimi do në dhënë situatës. Nëse duhet interpretim strikt normativo juridik që ti thirrësh në gjykatë kushtetuese, ti shkon edhe e nxjerr atë vendimin e 2011-s, ku gjykata edhe në sytë e vetëvendosjes në atë kohë ka qenë, besoj unë, e pushteteve në shërbim të pushteteve të kaluame. Pra nuk mund është ti me shku në arkivat e 2011-s, kur ka qeverisë Thaçi, me marrë një gjykim me thonë deputetët duhet të qëndrojnë në sallë, sepse këtë e ka thonë gjykata kushtetuese. E ma vonë okej. Jo, fiksin 2011-s. Ka filluar 2011-s. Gjykimi që thotë që deputetët duhet të qëndrojnë në sallë. Pra, kur të duhet është, se më thoni, njëjti institucion, është ta përbërja ka ndru, po ato vendime e në marrë në mënyrë meritore ose jo,
në sytë e vetëvendosjes tashun besoj në mënyrë ma jo meritore në atë kohë. Pra ti thua deputetët duhet me qëndru të sallë se tash po më. A jak gjykimi ka pas për vetëvendosjen, se vetëvendosja ndër tjera s'ka ne. Po tash thuhet që duhet me qëndru sepse ai akt gjykim është i vlefshëm. Dhe në narrativën që përgatitet tash me akt gjykimin që do vije së shpejti për dekretin dhe validitetin e dekretit të zonjës Osmani, neve na thuhet që shihni se ndoshta ka presion gjykata dhe ndërhyrje e ka mundësi që vendimin nuk e nxjerr meritor. Kjo në shërbim të një lloji narrative që nëse gjykata kushtetuese jep të drejtë Vjosa Osmanit, atëherë themi që ka pas presione nga palët e treta. Pra, duhet me zgjedh. A dojmë me respektu, me u bo institucionalista në kuptim që i respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese në çdo rrethon, edhe kur nuk na përshtaten, edhe kur ato janë në domin dhe, si më thonë, në jo dobin tonë politike, apo dojmë me i refuzu edhe me dhonë interpretime politike varësisht të çfarë situata vjen. Ama, kjo kur him të interpretimet normative, juridike, edhe aty kemi çka me thonë, tash besoj për gjatë debatit i diskutojmë nenet paragrafet kështu me radhë. Se na po lipim interpretime shumë, ose jo interpretime, përkufizime shumë specifike të normave kushtetuese, kur ato nuk mujnë me përtheku komplet një realitet politik. Nëse i referohemi akt gjykimeve të vitit 2025 që ishin 3-4 sa dush thuj, s'ka nevojë as mi ditë me numra, se ato e kanë pas në thelb një fjali. Se cili akt gjykim ka thonë, ju mundeni me produk si lloj situatash për me na qit neve në një pozicion që me dhoni interpretimet pafundme. Ama përgjegjësia e kasës politike bazohet në një lloj vullneti edhe një lloj konsenzusi që kasta politike duhet me mbrit për situatat që ishin të prodhuar atje. Tash tek çështja e presidentit. Çka shohim na? E shohim lëvizjen vetëvendosje që i ka 51%. Që na ka paralajmëruar një vjet që vim të kjo situatë dhe që nuk ka bo përpjekje sa duhet në sytë e mi për me zgjidhur këtë situatë. Nëse për shembull me 11 shkurta sa është votuar qeveria, pse prej të nesërmën me 12-ën, për shembull nuk ka nis me hi në funksion që kjo afati 60 ditor në cilin po thirret lëvizja vetëvendosje. Nëse ju kishit pas vullnet me zgjidh çështjen e presidentit, sepse bara përgjithësia është mbi ato që i ka 66 deputet, tani i dyti me 22 e tjera, dhe ata nuk përjashtohen për përgjithësisë, ju e kishit nis me 12 shkurt. Mja nis me konsumu, mi thirr palë, se mundesh me thirr për